Vëllezër motra nderuara, borxhi në Islam është një vepër shumë e pëlqyeshme. Japësh borxh kur ke mundësi është shumë e pëlqyeshme, por me garancion. Me të shkrujtme dhe me afat, se njerëzit janë djeg shumë për këtë. Po në qoftë se shef dikën që ka i hall, ka njerëz që jeton të për tregti, ka njerëz që jeton për të jetuar, ja jep dhe i vën afat. Allahu mëndushëm, ka thënë pejgamberi alayhis salam, sa i pëlqyeshme është japësh borxh. Ore, s'po flas me dhon sadakasa, jo shumë e lartë fare. Sadaka do thotë që e jep e nuk e merr më. Që ndihmon dhe nuk e kthen më. Po flasim për borxhin, është shumë i pëlqyeshëm në Islam. Thot pejgamberi alayhis salam, del njëri para të madhit Zot ditë gjykimit. Zoti i bën pyetje që të ta bëjë të gjithë. Çfarë i thot? Hel amilta khairan qat. Tha u robi, ta urdhroi madhi Zot, a ke bërë në dynja në i vepër të mirë të pëlqyeshme? Drejt. Dhe i mendohet. A ke bojë, thot, që do të na thot gjithë dhe i madhi Zot, a ke bojë në i të mirë në dynja? Se unë vetëm mirë e mjoftë sot, se Zoti i gjithësisë është vetëm mirësi. Dhe ky i kujtohet, thot, po, unë mendoj se e kam bojë një të mirë. Tha fol, sa unë kam qenë njëri që kam pas lekë në dynja. Dhe jepsha njerëzve borxh me afat 2 muaj, 6 muaj, 1 vit, sipas situatës. Tha kur vishin administratorët, punëtorët, i thosha, shkoni merrni borxhet. Por, i thoshte, por, kja i që është mirë, merja. Kja i që është vështirësi, shtyrja. Se mos ta lëm në vështirësi, mas vështirësie. Shtyrja një pak, shtyrja një afat. La ilahe illallah. I madhi Zot, pejgamberi alayhis salam i thot të njeriu, o robi, ti tha je tregu tolerant dhe bujar në dynja. E ku ka? I thot Zoti, e ku ka më bujar se sa unë? Për këtë që ke bërë, ke qenë tolerant dhe bujar për tjerët, unë jam më bujar i bujarëve, shkon në xhenet. Dhe gjithë secili prej nesh në këtë xhumë më, çfarë ka ndaj të mirë kur të pyesi i madhi Zot, a ke pas ndaj të mirë që ke bërë për njerëzit? Të kesh diçka si argument që ta bësh se bet çoja në xhenet.